Mirëmbrëma dhe një përshëndetje shumë përzemërt për të gjithë ju, demokrat të pamposhtur, që mblidhi këtu çdo ditë të hënë në parlamentin e fjalës së lirë të qytetarëve të Tiranës. Një përshëndetje vllazërore të përsëritur dhe një herë atyre rreth 40.000 demokratëve e demokratë që 2 ditë më parë në nderim të vlerës themelore të njerëzve të lirë, është vota e lirë, pas një presioni dhe terrorizmi psikologjik tremujor, duolën u paraqitën kutitë e votimit, shprehen vullnet e tyre, shprehen besim ndaj meje. E kam theksuar më parë, theksoj sa i referendum kishte një vlerë të jashtëzakonshme. Jo sa ata që votuan, e them këtë, jo sa ata që votuan në 90% shprehet vot besimin ndaj meje. Por vlera më e jashtëzakonshme e ati referendumi është sa ju ngritë si një gjigant i vullnetit të njerëzve të lirë për t'i thënë Edi Rams se ne këtu jemi dhe se fundi yt është i shpejt. Për t'i thënë kreu të Meduzës se muaj e muajt propagandës tënde me cilat u përpoqe të na mashtrosh, u përpoqe të na shkurajosh, me cilat u përpoqe të shkelmosh mbi vullnetin ton, i mori lana dhe se ne këtu jemi përsëri ka shi kësaj ndërtese në këtë bulevard me të vendosur se kur të t'japim atë që meriton. Ishte madhështor referendumi juaj. Jo se ju votuat për Sali Berishën, por madhështia e tij ishte se ju dëshmuat se nuk pranoni kur të keqen banale, se njerëz me ndërgjegje të lartë politike, jeni elita e mendimit të kombit shqiptar, se nuk mashtroi me asgjë, nuk nënshtroi nga asgjë.